Mjekët shpesh theksojnë rëndësinë e kujdesit ndaj ushqimeve që konsumojmë, sidomos kur vuajmë nga sëmundje kronike. Shalqini, edhe pse është një nga frutat më të dashura të verës për freskinë dhe vlerat e tij ushqyese, nuk është gjithmonë i sigurt për të gjithë. Në këtë tekst informativ të zgjeruar, do të shpjegojmë pse mjekët japin urdhër: mos e fusni në gojë shalqinin nëse vuani nga këto sëmundje, duke u mbështetur në këshillat më të fundit të ekspertëve dhe në burimet më të besueshme mjekësore. Shalqini, vlerat dhe rreziqet e një fruti të dashur. Shalqini është i pasur me ujë, vitamina A, B6, minerale si kaliumi dhe magnezi, antioksidantë si likopeni dhe citrulina, si dhe fibra të dobishme për tretjen. Ai ndihmon në hidratimin e trupit, uljen e presionit të gjakut, përmirësimin e shëndetit të zemrës dhe të kockave, si dhe në luftën kundër inflamacionit dhe stresit oksidativ, por për disa kategori të pacientëve, shalqini mund të kthehet në një rrezik të vërtet për shëndetin. Sëmundjet që kërkojnë kujdes të veçantë me shalqinin. 1. Sëmundjet kronike të veshkave. Pse duhet shmangur shalqini? Shalqini është i pasur me kalium, një mineral thelbësor për trupin, por që mund të jetë i dëmshëm për ata që vuajnë nga sëmundjet kronike të veshkave. Kur veshkat nuk funksionojnë mirë, ato nuk arrin të filtrojnë kaliumin nga gjaku, duke çuar në hiperkalemi, një gjendje potencialisht e rrezikshme që mund të shkaktojë aritmi kardiake dhe probleme të tjera serioze shëndetësore. Këshilla mjekësore: pacientët me sëmundje të veshkave duhet të kufizojnë ndjeshëm ose të shmangin shalqinin dhe ushqimet e tjera të pasura me kalium. Konsultohuni gjithmonë me mjekun përpara se të përfshini shalqinin në dietë. 2. Diabeti. Pse duhet konsumuar me masë? Shalqini ka një indeks glikemik të lartë, IG76, që do të thotë se sheqeri që përmban përthitet shpejt në gjak, duke rritur nivelin e glukozës. Për personat me diabet, konsumimi i tepërt i shalqinit mund të shkaktojë luhatje të rrezikshme të sheqerit në gjak. Këshilla mjekësore: diabetikët mund të konsumojnë shalqin në sasi të vogla dhe gjithmonë të kombinuar me ushqime të pasura me fibra, proteina ose yndyrra të shëndetshme, fara, për të ngadalësuar përthithjen e sheqerit. Monitoroni rregullisht nivelin e glukozës dhe konsultohuni me mjekun për sasinë e lejuar. 3. Sëmundjet e mëlçisë. Dhiamosja e mëlçisë. Pse kërkohet kujdes? Shalqini është i pasur me fruktozë natyrale. Për personat me dhiamosje të mëlçisë ose probleme të tjera hepatike, konsumimi i tepërt i fruktozës mund të përkeqësojë gjendjen. Duke rritur depozitimin e yndyrnave në mëlçi, këshilla mjekësore: në rastet e sëmundjeve të mëlçisë, rekomandohet të kufizohet sasia e shalqinit dhe të zgjidhen fruta me më pak fruktozë. 4. Hiperkalemia dhe çrregullimet e elektroliteve. Pse është i rrezikshëm shalqini? Përveç pacientëve me probleme të veshkave, edhe ata me çrregullime të tjera të elektroliteve, sidomos hiperkalemi, duhet të shmangin ushqimet e pasura me kalium si shalqini. Pasi rritja e nivelit të kaliumit në gjak mund të ketë pasoja të rënda për shëndetin e zemrës dhe sistemit nervor. 5. Alergjitë ushqimore. Rast i rrallë, por i mundshëm. Edhe pse rrallë, disa persona mund të kenë alergji ndaj shalqinit, e cila manifestohet me kruarje, ëndje të buzëve, gojës, madje edhe vështirësi në frymëmarrje. Këshilla mjekësore: nëse keni shfaqur ndonjëherë simptoma të tilla pas konsumit të shalqinit, ndaloni menjëherë konsumimin dhe konsultohuni me alergologun. Sa shalqi është i sigurt të konsumohet për njerëzit e shëndetshëm? Shalqini është një zgjedhje e shkëlqyer për hidratim dhe freski gjatë verës. Por për kategoritë më sipërme, çdo konsum duhet të jetë i matur dhe i kontrolluar. Rekomandime të përgjithshme: konsultohuni me mjekun përpara se të shtoni shalqinin në dietë. Nëse vuani nga ndonjë nga sëmundjet e përmendura, mos e teproni me sasinë. Edhe një frut i shëndetshëm mund të jetë i dëmshëm nëse konsumohet pa masë. Kombinoni shalqinin me ushqime të tjera të pasura me fibra dhe proteina për të ulur ndikimin në sheqerin e gjakut. Përfitimet e shalqinit për organizmin. Përtej rasteve të veçanta, shalqini ofron shumë përfitime shëndetësore. Hidraton trupin fal përmbajtjes së lartë të ujit, mbi 90, përmban antioksidantë që luftojnë
Radikalet e lira dhe ulin rrezikun e sëmundjeve kronike, ndihmon në uljen e presionit të gjakut dhe përmirëson shëndetin e zemrës. 1. Përmban vitamina dhe minerale të rëndësishme për shëndetin e syve. Kockave dhe sistemit imunitar mund të ndihmojnë në pastrimin e veshkave dhe në parandalimin e gurëve të veshkave. Për ata që nuk kanë probleme kronike të këtij organi, mite dhe keqkuptime rreth shalqinit. Shalqini është i dëmshëm për të gjithë diabetikët, nuk është e vërtetë. Mund të konsumohet me masë, duke u kombinuar me ushqime të tjera dhe duke monitoruar nivelin e sheqerit në gjak. Shalqini dëmton veshkat e shëndetshme, përkundrazi, për njerëzit pa probleme renale. Shalqini ndihmon në hidratim dhe pastrim të veshkave. Shalqini trash, shalqini ka pak kalori dhe është i përshtatshëm për dieta të kontrolluara. Por duhet të shmanget të personat me sëmundje të caktuara metabolike. Këshillat e mjekut. Kujdesi që duhet treguar nëse keni sëmundje të veshkave, diabet, probleme me mëlçin apo çrregullime të elektroliteve. Mos e konsumoni shalqinin pa u konsultuar me mjekun. Monitoroni gjithmonë reagimin e trupit tuaj pas konsumit të shalqinit, sidomos nëse keni histori alergjish. Për një dietë të shëndetshme, zgjidhni gjithmonë fruta dhe perime të ndryshme, duke mos u fokusuar vetëm në një lloj fruti, sado i shëndetshëm të jetë ai. Përfundim, shalqini është një frut i mrekullueshëm për shumicën e njerëzve, por për disa kategori të pacientëve. Mjekët japin urdhër të prerë. Mos e fusni në gojë shalqinin nëse vuani nga sëmundjet kronike të veshkave, diabeti i pakontrolluar, dhiamosja e mëlçisë apo çrregullime të elektroliteve. Kujdesi me ushqimin është gjithmonë çelësi për një jetë të gjatë dhe të shëndetshme. Konsultohuni me mjekun tuaj për çdo ndryshim në dietë dhe mos harroni, edhe frutat më të dashura mund të kenë rreziqe të fshehura për shëndetin tuaj.